këtë drejtë? Në fakt ata kanë qenë duke i realizu këtë drejta. Kanë qenë duke marrë shtesa nga Republika Kosovës. Dhe në momentin kër ju kanë kërku këto dokumente, në pamundësi me i dërzu njonin për këtyre dokumenteve, në pamundësi me shku në Agjencinë Statistikore të Kosovës, e cila ka vetëm një zyre, dhe duhet çdo qytetar të shkojë në Prishtinë, ka çdo pjesë e territorit të Republikës Kosovës, pas kalimit të afatit të kërkuar, shtesat janë pezulluar. Pra nuk i kanë pranuar shtesat. Nuk duhet mbetëm vetëm këtu. Ka pasur një, të themi kështu, qarkullim të zakonshëm të një narracioni që është provu me ndërtu kundër policisë Kosovës në veri. Realisht një lloj kështu impenjimi edhe i ambasadave, edhe i disa për protagonistët e komunitetit sërb në veri, që ka të bëjë me sjelljet e policisë në raport me, sidomos me ngacmimet seksuale. A ju kanë ardhur raportime të tilla, a keni arrit me verifiku, a keni arrit me O mendoj që është pak ka shumë e kundërta asaj që e thu, sepse ka pas është ngritë si shqetësim ngacmimi seksual, por që edhe ambasadat, edhe organizatët shënjë civile kanë vendosur një narracion që e tregon në soza reale, në soza racionale problematikën. Mos harrojmë arben në Kosovë ballafaqohemi me ngacmime seksuale. Edhe këto nuk raportohen, është mungesë e raportimit tek policia, por edhe shpeshherë kemi konstatuar edhe në të kaluarën që ka pas problem mu konceptu mjaftueshëm dhe mu pranu nga autoritetet e sigurisë, këtë rast nga policia dhe tjerë, që me jetu këto raste në mënyrë të mirëfillt për me mujt me i parandalu dukurinë e ngacmimeve seksuale, e cila pranohet përgjithsisht në Kosovë, ndodh në çdo pjesë të territorit të Republikës Kosovës. Dhe mendoj krejt çka ka mungu në këtë ngritje shqetësimi nga ambasadat, nga shoqënia civile, komunitetit serb, edhe nga unë si avokat i popullit, por edhe nga aktorë tjerë që e din këtë situatë, është mënyra korrekte e komunikimit edhe sqarimit të kësaj situate. Unë nuk besoj që ka qytetar të ndershëm, qytetar normal në këtë shtet, në këtë vend, i cili pranon ngacmimin si diçka të natyrshme. Pra, ne gjithë jemi kundër ngacmimeve seksuale, jemi kundër provokimeve të kësaj natyre, dhe nëse edhe një rast i vetëm ndodh, duhet të parandalohet dhe luftohet. Dhe në diskutimet mia publike dhe me autoritetet kam kërku që me ndërmarrë veprime e masa për me parandalu, mos me ndodh asnjë rast i tillë, nëse është edhe vetëm një rast, nga se konsideroj që ne gjithë duhet punojmë ta kemi një shtet sigurt për gjithë qytetarët. Por ajo çfarë mund ndaj me publikun është ju keni qëndruar në komunikim me komunitetin atje, ju keni kërkuar që të argumentohet qoftë edhe një rast i vetëm, deri më sot nuk ka ndodhur. Patjetër, ka ndodhur disa raste që janë raportuar, po janë numër shumë i vogël i tyre, janë nëse zgaboj, nga informatat e fundit kanë qenë 3 raste të raportuara nga dhjetori deri tash. Por që në pyetjen e juaj se cili është komunikimi dhe bashkëpunimi im me qytetarët, mendoj kam provuar me qenë shumë i hapur me njerëzit dhe me qytetarët, kam vizitu lokalitetet dhe qytetet ku jetojnë dhe kam marrë takime e diskutime edhe me institucionet edhe me qytetarët, po edhe me shoqërinë civile, sepse e konsideroj një faktor të rëndësishëm të demokracisë, dhe besoj që në soza tepër normale unë kam arrit me komuniku edhe në kohë krizash, edhe në situata kur vërtet situata ka mund të jetë konfliktoze, ka mund të jetë tensionume, unë kam vazhdu me komuniku, kam pranu ankesa nga qytetarët, kam vizitu qytetarët, te këto me gjithë komunitetet, pa dallim, sepse konsideroj që ajo është puna ime. Mirë, kalojmë pak në një temë tjetër. A janë bërë shkollat tona sot institucione konstante shkeljes drejtave të fëmijëve? Unë kam përshtypjen që kemi paqartësi edhe në raport me programin, në raport me fëmijët, prej se a duhet të kenë detyra apo nuk duhet të kenë detyra, sidomos në sistemin publik, deri tek përgatitja pedagogjike e besa edhe shëndeti mendori, edhe përgatitja mendore e mësimdhënësve, se nuk ka teste të vazhdueshme të cilat na flasin edhe për shëndetin, edhe për përgatitjen pedagogjike të mësimdhënësve, dhe një varg shqetësimesh tjera sa i përket arsimit. Si shihni shkollat? Cili raporti për shkollat? Unë mendoj që kjo pjesa e diskutimeve publike ku flitet për probleme, ndoshta gjithmonë duhet më përcjell me atë me të dhënat se sa shumë është bërë për 25 vite, sa angazhime, sa punë, sa investim u bën në arsim, po edhe në çdo segment të jetës, dhe natyrisht pastaj me shpërfaq edhe problemet
të cilat ne i kemi evidentu nga ankesat dhe nga hetimet që i kemi kry. Dhe të drejtat të fëmijëve, drejtat në arsim dhe drejtat tjera që i gëzojnë fëmijët, ne kemi kushtuar rëndësi të veçantë, sepse fëmijët, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, janë kategori e veçantë e mbrojtur kushtetuese. Pra, edhe në raport me konventat për drejtat e fëmijëve dhe në raport me Kushtetutën tonë, secili individ, secili autoritet, në çdo veprim që e merr, çdo politikë që harton, interesin e fëmijës duhet me pas prioritet, duhet me vendos në qendër të punës së vet. Dhe krahasu me ankesat dhe gjeturat nga hetimet tona, na dalin shumë probleme që i ka sistemi i arsimit në Kosovë. To e fillu prej peshës së çantave, problem që e dim gjithë. Dhe ekspertët që ne kemi angazhu kanë konstatu që një fëmijë në shkollën fillore bart një çantë në peshë mesatare 5.7 kg, që paraqet problem shëndetësor nga se ekspertët mjekësor kanë konstatu që kjo peshë dëmton shtyllën korrizore të fëmijëve. Dhe vjen si mungesë edhe e politikave të plan programeve mësimore, po edhe mungesës së investimeve nga komunat për me ndërtu dollap ku kanë mu vendos libra dhe nuk kanë mu bartë mu transportu nga fëmijët shpesh shkollë. Pastaj dhuna në shkolla, ka pas një shpërfaqe, në fakt hetimi ka tregu që ka një shpërfaqe të dukshme të dhunës në shkolla, si mes gjeneratave, ashtu edhe në mes të arsimtarëve, mësuesve edhe nxënësve. Pse ka ende mes nxënësve dhe mësimdhënësve? Sa duket ende në disa mese vazhdohet me u konsideru si mjet edukimi e ushtrimit dhunës. Vazhdon edhe sot? Por që natyrisht ka ndryshu